Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka ndryshuar rrënjësisht në 5 vitet e fundit dhe në qendër të këtij transformimi qëndron grupi Kastrati. Pas marrjes së koncesionit në vitin 2020, kompania ka investuar mbi 110 milion euro, duke modernizuar terminalet, zgjeruar kapacitetet dhe futur teknologjinë digjitale për shërbime më efikase. Investimet e grupit Kastrati kanë sjellë rezultate të prekshme. Aeroporti është kthyer në një pikë referimi rajonale me rritje rekord pasagjerësh dhe një rritje të shpejtë të linjave ajrore dhe operatorëve të rinj. Ky transformim nuk është thjesht fizik. Aeroporti Internacional i Tiranës tashmë ofron më shumë frekuenca fluturimesh, shërbime të standardeve europiane dhe një provojë më të mirë për pasagjerët. Një efekt tjetër i menjëhershëm i investimeve ka qenë ulja drastike e çmimeve të biletave. Për destinacionet kryesore europiane, çmimet kanë rënë deri 4 herë më lirë se në vitin 2019. Për shembull, një bilet për Londër që kushtonte 340 euro në vitin 2019, sot mund të blihet edhe për vetëm 90 euro. Një bilet për Milano që më parë kushtonte 250 euro, sot nis nga 30 euro. Në disa raste, biletat vajtje-ardhje për destinacione të ndryshme europiane mund të gjenden edhe me 50 deri në 70 euro. Sipas planit të investimeve për vitet 2026-2028, grupi Kastrati synon të investojë 152 milion euro, duke çuar totalin e angazhimeve të tyre në nivele historike dhe duke krijuar një cikël të ri zhvillimi për aeroportin, më shumë kapacitete, më shumë kompani ajrore, më shumë konkurrencë, çmime më të ulta, rritje kërkese dhe pasagjerësh. Ky model ka bërë që Aeroporti Internacional i Tiranës të mos jetë më vetëm një aeroport kombëtar, por një qendër rajonale e fluturimeve që shërben jo vetëm për shqiptarët, por edhe qytetarët e rajonit nga Kosova, Malizi dhe Maqedonia e Veriut. Kjo ka nxitur turizmin, lidhjet ekonomike dhe zhvillimin e biznesit në Shqipëri, duke pozicionuar vendin si destinacionin më tërheqës për rajonin dhe Europën.